Okej, jemi live. Bëjmë edhe këtu qasete në zemi edhe përsa bëjmë po. 1-2 set e punët bëjmë, kështu që nuk është se kemi për të lodhur shumë. Bashkë bashkë. U shkëftove ndo pak ti? Po. Okej. Ti eshi në zerë sot. E vuj vetat dhe pjesën kur sa vjen kështu nga gjumi. Dhe përsa je kështu. Në zesh mirë. Ja, thjesht set në zemi. Kështë marrë pra mbi këtë. Sa ko 3 vite? Po, që kur fillova atër në fillim? Po. Jefton, nuk është nevoja që të shu shumë, është të të lëvizje. Të copsa për kështu. Atër vija dhe nërë në darë, për mëgjesë është i bugur. Kjo që këtë drita naturale bje lezeshë. Vedem se da një zhva. Unë kam qënë atër periud pak më, kam qënë mars, diçka atyre. Kam qënë prill, ka qënë më fresë. është më ndryshe klima, po. Nuk është se nuk e kam dietë papë. Më jepe një dorë ti ta ngrim qik bashkë? Po. Më aty parë. Jepe. Gati? Gati. Sa muaj u bërë që e bërë përsërit këta, a bërë? Faktikisht unë bëj full body, po nga që po bëjmë bashkë sot e bëjmë stërvitje të fort, thjesht po bëjmë upper body. Ta bëjmë ciklet, po muajt e verës që ne e zbusim stërvitin. Perfekt. 1, 2, mjafta. Nice. Super. Mike, edhe unë më bë kohën në stërvitje dhe ty normalisht të bërë kohën zanatin tënë. Ku isha ajo hera parë që mendove që me Alia doli, që s'po dritesh e dora, sa kohë të desh? Që ishe qetja më e mirë. Po, me thënë drejtën ajo të vjen natyrshëm. Edhe ti nuk e kupton dot, domethënë në një periudhë disa mujore, 3-4 muaj, 5 muaj, domethënë ti kuptoje që kishe një përmirësim shumë të madh. Edhe dhe të shpejtësisë dhe të kualitetit. Në thjesht ku e kuptoje kur sa vë kishe përfunduar i punë. Vetëm kur shikoj domethënë pse unë e bëra këtë, e kupton edhe domethënë ndije veten që ishte më natyrshëm, se vjen më me flow-in. E kupton si futi me lëvizjet e palesës, është e njëjta gjë. Ty të vjen më natyrshëm lëvizja. Bëhet pak më mekanike, edhe pastaj normale është kombinim tjetër, imagjinata, konsulenca me klientin janë tematika tjetër që janë po ashtu shumë të rëndësishme. Po që pjesa e punës, literalisht domethënë vetëm pjesa e fokusit punës, e përmirësimit punës vjen natyrshëm. Thjesht do të besosh procesin. Se është palestra, se bëre javë nuk është do bësh trupë, kupton? Do të besosh procesit të plot. Si të dieta ushqimore, si të gjumi, si të stërvitja, përzjedhjeve e muskujve tu. Pastaj ti pas sa kohë që kupton që ke më muskuj dobët, ti përmirësosh se në fillim ti nuk e kupton. Te zanati jon kush janë këto gjëra që sa po përmendë. Te zanati im është në fillim gjithë fokusohet te pjesa makinës, e pjesa drejtjes, e gjithë çfarë duan pjesën e zbardhut drejtjes. Pastaj ti me kohën e kupton që është më rëndësishme gëshëra. Se floku lart, stilimi, e kupton t'ia bësh sa më praktik klientit. E kupton me këtë mundohen gjithmonë bëj. Jo të bësh thjesht një qethje, një prerje të bukur flokut. Pjesa më e bukur, domethënë që unë mundova dhe vëre që klientët kthehen prapë dhe preferojnë është bërë se unë e bëj një model edhe të bukur pa dhe praktik. Që të jetë sa më praktik për njerëzit. Se i gjë po bëj shumë e ngarkuar, po bëj vështirë për të stiluar, për të rregulluar, klientët nuk e zgjidhin. Kështu që edhe te palestra, domethënë kur i bën një gjë sa më praktike dhe nuk e vështirëson direkt që në fillim, pastaj kur e shef që ai person ka nerva, si themi në shqip, domethënë të merret me lukun e vet, unë mund t'i bëj diçka dhe më ngarkuar se e di që ai do merret, do e krej, do i vendosi produkt, do i stiloj, do i bëj. Qofse ai nuk e ka, atë unë domethënë duhet t'ia përshtas, pavarësisht unë të shkoj model që është më ngarkuar, po s'ke çfarë bën, duhet t'ia përshtatësh që ta ketë klientin sa më praktik se ai nuk mërzitet edhe mund zgjidhë një model që nuk i shkon pastaj dhe ti nuk argumenton dot nëse ai është mërzitur, se thjesht nga mërzitja merr vendime jo të mira, kupton? E ti ngarkojmë palestrat e i dhëm supi, jo nova jo bëra, ai merr vendime s'bën, nuk bën. Se kisha menduar këtë lloj gjë domethënë se thjesht e shifja, thjesht merr modelin, po është edhe ai pjesa që tjetë edhe praktik që ta stilosh e këtë gjë. Duhet, prakticiteti është shumë më i mirë, se mos ditët e sotme që njerëzit
njerëzit janë lodhur dhe nga i gjë. Domethënë ke thjesht të ngarkuar, kupton edhe kur pyet çka ke nuk e di as vet, por jam i ngarkuar, kupton? Kështu që se ti e di me një psikolog aty të punën, kështu që Mjet një dorë të lutem dhe të ke. 1, 2, 3. Ova. Hajde, bashkë. Vetëm gjë. Shaj kot thjesht ai ideja që ke personin afër edhe sikur e ngrin më shumë, je më i qetë. Dimon goxhaj. Po s'mund do të bësh dot fail se e di që ke dikë aty që do kujdes. Psikologjikisht Kjo ndihmon më ka goxha. munguar se kam pas bërë me një shok par vjet, edhe atëherë unë kam pas gjithmonë peshat më maksimale. Sa e di që i e qetë, kupton dhe po bëhe fail, pap, vetëm kur e di që ai do ta mbaj, nuk do vritesh te supi. Isha i perceptimi, Ja, i e qetë shumë. Edhe tani unë s'të ndihmova ty, thjesht mendova se e prekje ti qysh më të fort. 1, 2, ova! Vetje. Super. Majki, po supozojmë për shembull nëse një klient të tregon një model, po ti e di që atit nuk i shkon. Këtë rast për shembull si e negocion që ti thosh që nuk është për ty të lloj gjëje kështu. Po, kjo është Po gjëna të pinge përbashkët. Po, kjo është në varësi edhe të kohës sa ke me atë person. Se jo çdo person, domethënë, unë gjithmonë konsulencën e kam shumë të rëndësishme. Në moment që për shembull, sidomos kur vjen një klient i ri, edhe më pyet për një model, diçka, domethënë në moment parë unë i qëndroj parë, i lë veglat dhe e shoh rreth sy dhe qëndroj parë. Që sa i 2 minutë që mund të marrë kohë nga orari im, është më e rëndësishme që të konsultohesh dhe klienti ndjehet komfort me ty edhe krijon dhe i besim më të madh. I besim që e jep dhe besimi im, kupton? Jo i besim i trilluar që ta bësh klientin tënd, e kupton? Po diçka e të vërtetë, kupton? Të krijosh një marrëdhënie të vërtetë me klientin. Edhe pastaj është edhe në varësi në mënyrës si ta them, domethënë unë pa vedi e psikologjisë klientin në mënyrën se si përzjedh fjalë. Edhe shoh që domethënë është i klient që doj model vështirë, ka nervat merret me flokët, a doj model praktik. E kupton? Ka të bëjë me mënyrën, me profesionin e tij, domethënë që unë analizoj një seri gjërash që marr një vendim për një klient, kupton? Edhe domethënë është pjesa e profesionit, pjesa e kohës lirë, çau zgjohet në mëngjes. Domethënë unë i pyes edhe për rutinën e mëngjesit. Se kur dikush zgjohet shumë mirë në mëngjes, unë e kuptoj që një model i vështirë ata e lodh se do zgjohet në 6, kupton? Do merret me tharse me mjekër gjatë, domethënë si e kemi ne që do punë, domethënë ne e dim që doj 10 minutë mëngjes për ne, për 5 minutash për ne që ke marrë dorë, por për dikë edhe 10-15 minuta që nuk di. Kështu do të thonë që në mënyrë të rutinës të tij, të profesionit, edhe që të përzjedhja fjalëve që bën njeriu mund ta dalloj që ai person ka nerva për një model të bukur të merret apo doj model sa më praktik. Kupton? Edhe pastaj normale shoh pjesën e formës kokës, shape of the face, formës fytyrës, se si do e shkoj, edhe kur dikush kur e nis një shpjegim, unë e shoh që sa vëmendje më kushton ai klient. Okay. Kur janë ca që bëjnë sikur gjëjnë kot në sensin, nuk është që unë s'du t'ja shpjegoj më, po e kuptoj që nuk ka vlerë se ai ka bën atë që ashtu ai, pastaj nuk është. Le bëj atë që do ai, po me stilin tim edhe duke ja përshtat që ti vi sa më ëmbël. Okay. Kur është një person që unë e shoh që ai po ngjon me vëmendje dhe është kurioztar për atë gjën e re, unë ja shpjegoj akoma më mirë, marr dhe më tepër kohë, edhe ja ndroj modelin, ja bëj ashtu dhe ja bëj shumë të lehtë se unë i ndihmoj shumë klientët tu ja shpjegoj kur e stiloj. Okay. Në moment që i them që në fund, unë do ta prej, do ta bëj, në fund, kur të stiloj flokën do ta shpjegoj se si ti ta stilosh vetë shtëpi. Jo si ja stiloj unë, se normale si është si stilon ti po. Gjithmonë del bukur, më thonë kur i thon shtëpi se rregullon dot kur vet. Po. Okej, ke peshën? Jo, mirë është. Ti para 2 ditësh të bën 2 vitet e sallonit që hapë, apo jo? 2 vjet. 2 vjet pardje. Fluturon po. Fluturon. Nëse për shembull do e hapje sot sallonin me këto 2 vite që ke, çfarë ishte një gjë që do e bëje ndryshe? Që mendon që e ke bërë gabim fillim fare. Është pjesa që çdo person që hap një biznes, si e di që puna jonë na lidh me çdo biznes të mundshëm, edhe pjesa e fillimit gjithmonë ti nxitohesh me hap edhe
nga nxitimi edhe nga mosdia, le të themi, e kupton, domethënë normale bën dhe zgjedhje dhe do të mbarosh puna shpejt dhe i lë gjërat sipas dorë, kupton, domethënë që çdo gjë siç tham shpart do procesin e vet, kupton? Edhe pjesa punimit të sallonit dhe çdo gjë domethënë do ato kohën e vet. Do kohën e vet e duhet marr gjërat pak më me qetësi dhe më hap pas hapi, kupton se gjithmonë mund të bësh diçka më të bukur. Po siç e themi që jo çdo gjë vjen kot në mënyrën që vjen. Kështu që domethënë edhe mënyra se si u hapet, çdo gjë si u hap, domethënë për zgjedhja prap kur bashkohen del diçka e bukur. Kështu se duhet të jetë diçka autentike për çdo person, kupton, nuk është diçka fikse. Kështu që unë dhe mënyra se si hapa dhe dizajn dhe gjë, bëra diçka, kombinova dëshira ndryshme të mia që kisha ndër vite. Kështu që për çdo person domethënë nuk është që gjë shablon për mendimin tim, që ti duhet ta zgjedhësh, është subjektive, e zgjedh ti siç dihesh ti mirë. Unë rreth parë unë e dizenjova në mënyrë se si unë do doja ta shikoja po të isha klient. Në këtë mënyrë mendoj gjithmonë. Edhe kur vjen një klient, gjithmonë e mendoj në sensin që ore si doja mua që të më silleshin, jo thjesht konceptin e preferencës time personale, ajo po konceptin e diçkaje ngrohtësinë, emocion që transmeton një shërbimi që ti të ndjesh ngrohtë, kupton? Edhe me sa shoh puna po shkon mirë, njerëzit na vina përshëndesin edhe kur nuk kanë një orar për shërbim, për të qethur. Kjo është faktor që domethënë ne jemi të dashur për njerëzit dhe ata për ne, kupton, që kemi marrëdhënie shumë të mirë, kupton? Edhe it's like a win-win situation, kupton, domethënë që ti edhe ndihesh mirë edhe puna shkon mirë, kupton, sa fundi atë me kohën që ka ardhur të ardhat janë parsore, kupton, tani kështu mos bëjmë kështu që thjesht është pjesa subjektive, kupton, domethënë që të ardhurat janë parsore, po që kur ndihesh mirë, ke edhe të ardhurat, domethënë është një kombinim shumë i mirë, se ndihesh dhe më i lumtur me atë që bën. Sa më lumtur ndihesh, punën e bën më mirë, je më produktiv, kështu që është, domethënë që është zinxhir pozitiv. Ty i plotësove 4 vjet me stërvitje? Konsistente pa. Mashallah, si i kanë kua fluturon. Që në kohën durës ku bëj paralele të kodra, i ikim vitet, fluturon. Me shtytje e marru Majki ka lënë të shpina. Pa tjela. Majki, Urdhë. se ujtova. Normalisht, ti minimumi e 12 orë në punë në këmë. Kështu që vën një ditë që ishim të restorante që tha me fjallë, edhe unë kam qenë mirë në kohën ta dhe kam pas kraun ashtu, po tha s'kam kohë. Këtyre personave më të që thonë s'ka kohë, po ti prapë se prapë gjenë kohë, që do i thoje për shemë? Po, çdo gjë është justifikim. Një dikush që vendos diçka prioritet është e pamundur mos ta gjesh kohën, kupton? Siç e the vetë, jam 12 deri në 14 orë 6 ditë javës në punë, kështu që edhe prapë mundohem me gjej kohën minimalisht, i them njerëzve që shko 2 herë 3 herë në javë, kupton? Me aq ti e di që nuk është që mund krijosh një fizik që ti e ke dashur gjithmonë, na kupton, por të paktën mirëmban atë që ke krijuar, kupton, në këtë sens e them. Edhe siç e di vet ushtrimet, vet stërvitja të ndihmon edhe që ti të ndihmon që ti të mbash një dietë të mirë. Nuk lejon që të hash dhe keq. Kështu që domethënë sado që shkon pak, 2 herë 3 herë, domethënë ti prap të ndihmon që të mash energji ushqimore. Dhe po mbaj energji ushqimore të mirë, ti ken edhe energji dhe për gjatë ditës. Edhe unë prandaj gjej dhe energjinë. Domethënë se 2-3 herë në javë mundohem bëj stërvitje, tani bëj edhe një herë në javë stërvitje boksi. Edhe prapë, domethënë mundohem me e gjetë kohën, me i bë gjitha këto, me gjetë kohë për familjen time, për shoqërinë time, për dashurin time, për hobit e mi, edhe prapë gjetë kohë. Prandaj Justifikim. është justifikim. Po s'pati lifestyle shëndetshëm, jetë shëndetshëm dhe për familjen tate nuk i din. Edhe unë këtë mendoj ndonjëherë kur demotivohem, kupton që ore po ide, që duhet të jesh shembull, kupton se do krijojmë familje, se tani jemi dje më të rinj, edhe kështu po nesër pas nesër do jemi krye familjar, do të jemi shembull për çdo gjë. Po edhe ti patetina, po pire ti birra, çfarë shembull do marrë fëmijët? Se po edhe ti stërvitë mëngjes, do zgjash fëmia jot. E dali gjumi, babi për stërvite, do bëj pompa fëmija jo që i vogël, në sens e logjikës fitnessit me që merë është ti, po, edhe i sportit tjetër, dhe djali futbollisti ka pasion për të futbollist. Sa do ai edhe s'mund të arrit bëhet futbollist, po thjesht fryma që ai krijon
që të mbaj një regjim ushqimor, të mbaj stërvitje, ajo është healthy. Çfarë gjë më e rëndësishme për i prind, të jetë fëmia i shëndetshëm, të jetë i lumtur, e kupton? Kështu që kemi dhe sot. Nëse. Squeeze it, Squeeze it. Kam përshtypje që si zanati jot në njerë e ndjen veten si psikolog, duke qenë se je psikolog. Është një profesion që unë po bëhesh berber. Psikologji, kështu që domethënë është profesion për të dy pastorë. Nuk jam bërë pishman sensin që s'kam studuar psikologji, për pjesën që kam studuar njeriun. Studioj psikologji direkt në teren. Nuk kam qenë praktik direkt pa teori. Tamam, mjafton vetëm bësh të lexosh teorinë se në real praktik ke tash. Këtu mbyll amikën te të mbyllë? Perfekt. Asë kemë një bëqin personale se mund ta ketë thënë njëri, duke qenë se ti dëgjon shumë për shemb. Cila është gjëja më e çuditshme ose më sekrete që mund të ketë dhënë dikush që është ulur në karrige? Janë të shumta. Kupton, janë aq shumta. Ai që kanë bërë ty fiksim, domethënë që e ke mbajtur në mendje. Qofse do ta antash sigurisht. Po, jo, po e them thjesht në vija të përgjithshme. Unë kupton se normale janë gjëra personale, po më flasin shumë gjëra familjare. Kupton? Se domethënë ndonjëherë nuk e di dhe unë ndjej ndonjëherë pavarësisht që nuk e kam bërë, po ndonjëherë domethënë e kam edhe me dy mund kemi atë dy klientë që nuk kam dalë kurrë jashtë pune, por për gjëra personale nuk e ndjej ndjej më mirë se sa të flas me dikë të njohur. Do dikë që ma njeh jetën personale nga afër, më kupton? Edhe sikur ai person e gjykon më ftohtë edhe ndonjëherë ke nevojë për një person të jashtëm tjetës tënde që nuk ka të bëjë me jetën tënde personale që ti të marrësh i mendim ose ndonjëherë thjesht unë i vëre shumicën e kohës njerëzit edhe nuk duhet të marrin mendime, thjesht duhet të ndihen të ngjura. Kupton? Është shumë e rëndësishme për njerëzit që të ndihet të ngjura, kupton? Se domethënë varet në rutinën e vet, mund të keni një shok që bën shumë shaka, mund të keni një prind të rrept, e kupton, mund të keni, kupton, një partner që ata kanë frikë se mund gjykohen për një mendim që ata e kanë, kupton, edhe të janë të pa gjykueshëm, kupton, çfarë do të them? Se unë përveç se punës që thashë normale marrëdhënie me klientin duhet konsulenca gjëra, unë kam natyrshëm me marrëdhënie me klientin, si më në formën e këshillave dhe si te gjim. Unë do që ti kuptosh, po që ti kuptosh. Dua që ti kuptoj dhe kam një kujtesë që unë ja bis për ditë klientët me gjëra që unë mbaj mend. Unë mbaj mend edhe emrat e shokëve të klientëve. Di shumë klientëve të mi di datlindjet, e kupton, domethënë di pafund historitë të tyre që t'ja kujtojnë atyre dhe ata vetë kanë harruar, e kupton, edhe ata ndjehen mirë që ua ku e ma ti më, kupton, kur është kjo shpreha kështu, domethënë, edhe unë ndjehem mirë që domethënë ata vlerësojnë që unë i ngjoj me vëmendje, kupton, domethënë edhe prandaj them është it's a win-win situation all the time, kupton. Kështu që kjo është që tregoj shumë gjëra personale, kupton? Tregoj shumë. Se bore ka pe gjërë ngushtë. Këtu, okay. Okej, shpesha? Po. Okej. Nice. Magi, po pasioni për motorin kur ashtu, apo që ku kemi qenë adoleshent që i kishe qenë? Po, ka qenë atëherë të vigjit, po normale s'mund të marrësh dot i vendim adoleshent. Edhe ne kemi qenë fëmijë të përgjithshëm në sensin nuk është që kemi qenë ata problematike dhe ata trazavaçe që kemi bërë sherrë, kemi se problem familjes, nuk kemi dashur me shqetësu në një moshë të hershme, se gjithmonë shqetësim është për ata kur fëmia merr motor, që do lloj moshë, edhe sido që ne morëm moshë të pjekur, e kupton, ne morëm 24 vjeç, kupton, po që prap, do thënë është i vendim që ata i vret. Kjo ishte pak shqetësueshë edhe për mua, po domethënë që tani mos bëjmë atë shprehje bazike, po jetë kemi, kupton, po nuk do që pasionet tona për çfarë po sakrifikojmë, domethënë po bëjmë kur mos bëjmë diçka që ndihemi gjallë. Unë atë kam, e kam si gjallë për sport, domethënë edhe unë me motorin komunikoj pa folur, i them, e kam si shprehje, kupton, domethënë që kur bëj atë gjë ndarje pas punës, domethënë që mund të shlotem, kupton, domethënë tani mendoj po mos ta kem do ishte shumë e rëndë pa anën time psikologjike, kështu që domethënë disi e justifikoj veten me këtë pjesë.
Normalisht unë nga marrë vete mirë me ty, po kush ka qenë rruga më e bukur që e bërë në Shqipëri? Nuk është që kam bërë shumë rrugë gjata nëse si me grupe, sa dhe kur e bën vetëm të qion, po kur e me grupe është gjë tjetër, ti provoj vetë si eksperiencë. Që më ka pëlqyer më shumë ka qenë dhe pjesa që kemi rënë nga Cerriku, Gramsh, kemi dalë Moglic, Erse, kemi ngrënë drejt një në Erse kështu, me gjëra tradicionale të zonës, edhe mi kthyer nga Gradeci deri në Tiranë prapë, domethënë ishte një rrugë shumë e bukur. Po ishte edhe në fillimet e mia dhe kisha pak vështirë ato kthesat e malit. Kush ka qenë motori i parë? Ka qenë Jetixi 125, po ata nuk e përdore. Honda NC 700C. Edhe me ato e bëra atë ditën, edhe ka qenë një sfidë shumë e vështirë me ato rrugët e malit se djemt ishin gjithë me eksperiencë. Edhe gjithmonë domethënë ata ishin parë dhe rrinte se ishin 5 me motora. Edhe rrinte dikush pas për mua që më priste të merrem ato kthesa ta mashavashe, kupton? Po që siç tham, si lidhen gjërat si me punën time, si me stërvitjen tënde, që çdo gjë avash ti fillon bësh më mirë edhe nuk janë bësh gabime. Po abuzove me peshat do vrasë supën, kupton? Abuzove me shpejtësinë do të flasim kthesë, kështu që unë e kam marrë avash. Edhe tani kam kryer besimet të madh që marr kthesat më shpejt dhe shqyr zotit nuk kam marrë asnjëherë. Nuk e kam vrarë supin. Kështu që është ndryshim në të vrasësh supin e të bish nga motori. Nice, edhe këtu finito, kemi dhe kratë edhe. E ashtu, e bën bicepsin. Si ta kishte më mbar. Për pjesën e peshave, më kujtoj diçka të bukur që ti joqe peshat. Unë gjithmonë i peshat, por ndonjëherë domethënë e neglizhoj më përpara. Edhe se nga shpejtësia se unë bëj gjithmonë mëngjes edhe ajo të llogarisësh orarin e punës kur të bësh dush, shkosh sa bësh mëngjes. Edhe kam qenë diku në palesë tjetër te Çeopsi. Edhe po bëja leg press, po kishim fut goxha pesh. Kisha futur 200 sa 300 kg. Edhe nga nxitimi bam vajt ato ushtrimin tjetër direkt. Edhe më ka daluar një zotëri te 50-at. Edhe ai ishte kapter, se kam parë më pas, kam pas te pulpa kishte tatuazh pjesën e kapelës kapterit edhe bluzën e kishte, po ishte them literalisht si Batista. Kupton ato pjesën me rrudhat e koka, flokët e shkurtra, kupton. Edhe ka folë me mirësjellje të bukur. Po thënë që unë i vendosja peshat, por rrallë herë i neglizhoja dhe nuk e kisha domethënë 100% domethënë, kupton. Edhe më thot djali si kalon, më thot, mirë se më si e. Më thashë do më thoshte diçka jashtë palesës, edhe më pyet me mirësjellje totale, më thot sa kohë ke qenë në palestër, e thashë kisha i vite pak atë, po shumë mirë, tha mandej këtë më bëj 2-3 pyetje të tjera rutinë, po sa tha, më fal tha, ato pesha ta mos e lësh aty se vjen një grua, një gocë e re, një grua që nuk ka fuqi televizi që ato e lodhin dhe mundojnë edhe nuk duhet i lëmë ne që jemi meshkuj. Tha, kupton, duhet i lëvizin pesha që ta kenë më të lehta. Tonë edhe qatë di do më thënë që unë vërtet i vendosja peshat, po ne e neglizhoj, tani unë nuk i neglizhoj më kur. Gjithmonë peshën, them kam po më mirë lër një ushtrim, mos u nxito, domethënë lër diçka tjetër se sa mos ti jesh korrekt me njerëzit e tjerë që do vinë. Kështu që, më thënë edhe prandaj më pëlqeu si që edhe gjithmonë tani më kujtohet kur shoh dikë që nuk e lë atë, domethënë ja dy persona i kanë folë dhe unë po mundoj gjithmonë me marrëdhënie sa më pozitive, siç e nisi dhe ai vetë, më kupton, domethënë që sa ashtu e prej tjetër, më kupton, domethënë që po ti flasësh në mënyrë të rrept, tjetër prej natë nuk e bën edhe ai mund të vazhdojë të veprojë gabim vetëm për sjelljes tënde arrogante. Por që kur ta thu me mirësjellje të ngel mendje, dhe ai më kujtohet akoma, unë ka 2 vjet më mendje, ai më kujtohet akoma. Unë kam parimin që vendin lërë më mirë se e gjete. Një, dhe dyta për këtë që po thoshe, Abraham Lincoln ka një shprehje të bukur që një pikë mjalt tërheq më shumë miza se i fuqi me vrerë. Kështu që atë gjë që bëra edhe me thënë ta me mirësjellje. Do të thashë unë ta përcjell ty tjerët na gjojnë, kupton, edhe është gjë që domethënë një aspekt pozitiv i jetës tonë që ne na kanë ndihmuar që e kanë lehtësuar ata persona që e kanë jetë lirshëm, kupton, është knaqur e tjetër, ka vendos drejt peshën ose e ka bërë me peshë të lirë për nxjerrje së shjellëstare, kupton, kurse kur e la shumë me 200 kg ai do lodhesh vetëm tu ish peshat atje, kupton, domethënë që është një gjë shumë egoiste që ta bësh, kupton, sidomos për një person që ka kon palestër, se sa bukur pyeti, tha sa kohë ke bën, që domethënë duhet ta kishe krijuar atë zakonin, si zakon që ti heqesh, kupton, domethënë, kështu që ishte shumë aspekt pozitiv. Po moshën e kjo shiko, ne do ta ul pak me të drejtën se ka qenë si thashë ka qenë javë që ka qenë muaj jo javë me pushime me datëlindje me dasma edhe nuk jemi në formën tonë më të mirë.
Perfekt. Kaç. Të vi këtu sa për suport psikologjik. Ajo duhet. Kur të bëj vetëm do marr një manekin, thjesht ta kem aty afër sa për hije, ta shoj bishtin e syrit, e kupton që është aty për mua. Thjesht me qetë të bëj vetëm. Një kur mendoj që u bëj mëngjes sepse s'vit të bëj me ty. Tani këto ditë unë kam ardhur dhe vonë, kështu që mund ta shoh. Se vjen 6. Po, se tani kam në abonimi vjeçar edhe sigur të dim se të po të ndrosh palesën pa mbaru abonimi. Unë e kam dhe deri mars, se shikoj shumë i gjatë. E fundit është për cedrë. Sa për ngu? Edhe tricepsin kemi, Majke edhe e kryp. Majke ti së fundi morë një Tracer GT. Ka qenë në që ke pas qenë fikë nënë, apo ka pas qenë një motor tjetër që ke pas fikë një Me thënë drejtë, do më thënë, kur diskutoj me djem që janë motorista që kanë dhe vite, thënë e them, kupton e kanë vërë e përdojnë gjithë si shprej që një person do të kesh 7-8 motora. Se do më thënë, sa do që motorista nda, njëri thot du Harley, njëri thot du GS, njëri thot du Sport. E kupton, do më thënë, njëri thot Naked, si shtemi ne të dy, kupton, që kemi qef Naked, rast konkret. Do më thënë, çdo person do çdo motor. Do më thënë, për çdo kategori ne kemi një të preferuar. Kështu që unë, mos kur jemi në vegjël, gjithë mendojnë pjesën dum sport bike. Si unë personalisht, domethënë, si që është andra çdo fëmijë, kupton Kawasaki ka qenë fillim, po jemi qenë vegjël. Edhe H2R gjë tjetër. Pra BMW-s një mishë re, apo pak kur rrita pak më shepër, kam qenë që mot Ducati Panigale. Por kur e kupton që rrugë të Shqipërisë, edhe nuk janë për atë, po mbi të gjitha kjo është dytësore. Shpejtësia që ai ka, fuqia që ai ka nuk është për ne, kupton? Është një gjë shumë anormale që ne rrezikojmë për ditë po të kemi një sport bike, kupton? Shumë i lodhshëm pastaj edhe në ana shëndetësore, për pjesën e mezit, supet, domethënë, për i përdorim që siç e bëj unë, që ti e di shumë mirë që unë jam person që bëj shumë kilometra me shumë pak kohë shkurtër, kupton? Kështu që një sport touring është zgjidhje perfekte për një person që do të bëj edhe udhëtimet, ka qef edhe shpejtësinë. Domethënë edhe prandaj zgjidha Tracer. Se është edhe i bukur, është edhe i shpejtë, është edhe komfort, domethënë, është i kombinimi i gjithave dhe mi pa të gjë që unë dëshiroj, kupton çfarë them? Se ti e përjetove vetë si djesi. Domethënë që në sensin ne bëmë një rrugë gjatë, ishin veti dytë bashkë me ty, edhe domethënë që ne ndjeva. Peshën e ke okay apo besoj se është e përvojë, po ndjeva të vështirë, ndalore nuk kam kur. Okej. Edhe është për pjesën që domethënë ne përjetuam edhe shpejtësinë, përjetuam edhe komfort, edhe çdo gjë, më kupton? Edhe kush mund t'i ofrojë më mirë në kombinim se një sport touring. Edhe pamjen e ka edhe sportive, e ka edhe serioze, domethënë që është i kombinim, domethënë për moshë mesme si jemi ne që nuk jemi as vjetër në Forza, po as djem nuk jemi mos jemi ndaj 6-7. Por në tan ka qenë me fëmijë moshë tonë. Po si që ka qenë kohë tjetër. Kur the për pjesën që rrezikon shumë, ke më tepër nga shpejtësia apo nga pakujdesia e të tjerëve? Këto janë e kombinim. Se pakujdesia e tjerëve, nëse me një shpejtësi të limituar ti mund ta shmangësh, kurse domethënë ti tecë shpejt dhe pakujdesia tjetër ndos fatale. E kupton, ndos fataliteti, kështu që siç e kemi parë që ndërmjet miqtë dhe tani kur e kujtoj çdo javë po shohim vdekje personazh të rinj, e kupton që janë mosha jone, kupton. Mund të jenë shokët tonë pavarësisht që ne si njohim, kupton. Kështu që domethënë mbi të gjitha, domethënë, përpos qefit edhe pasionit, adrenalin, të ndjerit së gjallit, domethënë motori është përgjithësi e madhe. Këtë e kupton kur kalon pak kohë, unë nuk është e kam në kohë gjatë që t'jap një këshillë e diçka, se unë 2 vjet s'kam bërë akoma motor, i vite gjysmë kam, po që mbi të gjitha nga që kam lëvizur shumë dhe kuptoj qatë kanoset, kupton? Edhe kur shoh persona që më thonë direkt do marrin motor të madh, i them kështu që e kupton. Tani kuptoj këshillat ku mësoshin persona që kishin 10 vjet eksperienc, mësoshin take it easy, ta jap nga perspektiva palestërës. Normalisht kur je i ri këtu nuk mund vish dot, të ngresh direkt 100 kg shtang. Do fillosh nga shtanga bosh. Muhabeti që po folëm më parë që do të thasë super. Kështu që edhe ti, por në akses apo se mund të rrezikosh edhe të marrësh frikë nga aksidenti dhe mos hypesh me motor, e kupton? Se ka shumë persona që e kanë bë.
Për shembull që sa mendoj që edhe kur bën aksidenti nuk e le pasionin. Jo, ka shumë që thonë kam pas motor u rrezova njerëz se kam hyrë më. Po pse domethënë duhet prishësh ti diçka që ti e pa shumë kënaqësi për i pakujdesi tënde, e kupton? Se nuk jemi djalë, por nuk jemi jemi më djemosha, por jemi të pjekur, kupton sensin, shihoj si proces. S'është shumë sensi, ëh. Se kur e ka thënë se për Vogi, edhe tjerë që ka qenë edhe te Arturi te podcasti, kupton, nuk ka person që ecën avash, kupton, domethënë thjesht ti je i përgjegjshëm edhe më kupton, të ecësh shpejt kur ke hapësirë, edhe jo të rrezikosh jetën e tjerëve. Unë këtë kam si më prioritet për veten time, në sensin që kur ke trafik, kur ke makina të tjera, pse domethënë duhet të rrezikosh dhe tjetër futesh me 200 mes makina, pa kupton, atë bësh rrezik domethënë. Se ka që futet me 200 mes makina dhe ka shumë. Më besoj që ka shumë, kupton. Edhe do thonë unë kam pradon 200 që më kupton. Po edhe mes makina. Kupton në sensin kur ke hapësirë boshe, kur që ndjen për siguri dhe ndjen adrenalinë, kupton. Se duhet të jesh ti adrenalin, tu rrezikoj jetën vetë tënde dhe rrezikoj vetëm tënde apo çfarë ke ti për jetën e tjetër. Në mas konkret isha me dashurën time, po ishim autostradë të Durrësit, se kisha marrë koma Tresin, se Tresi ka më stabilitet rrugë, kisha në cënë. Me 150 me në cënë, kur jenë autostradë, djem pak vibrim, se është nekit nga hera edhe dridhesh pa. Edhe sa do futesh para kalim, po futesh nga djasit, që është autostrada Durrësit, që nuk tapin krahun e shpejtësisë, se ka gropa. Edhe më ka vjen një motor sport, më ka qenë 200 plus, 200 në ca, më ka kalu në gjitur, kupton? Do të thotë që është ai, domethënë ishte veprim shumë i papjekur, kupton se ne motoristat ne duhet ta ruajmë njëri tjetrin më shumë se çfarë makina se ne di ç'na kanose, kurse ai më futet më para kalim me atë shpejtësinë, kupton? Domethënë atë sens më ka kalu shumë pranë na rrezikoi jetën të katërve, se ai ishte i shoqëruar, kupton? Edhe kështu domethënë janë veprime që kjo është adrenalinë jo e nevojshme, se ti rrezikove jetën time, më kupton çfarë do të them? Edhe të tjerë. Edhe mirë s'më kape, okay, e kuptoj je pilot, je shumë i mirë, kupton? Po ti thjesht mund të më trembësh, mund të lëviz timon edhe ti më rrezon valla. Kupton, do të them? Edhe do të them busha ndërgjegja me vrasjen e dikujt, kupton? Sado ti jesh pak përgjegjës, se është papërgjegjshmëria ime që s'pash pasyrën, do ne zëm konceptin tjetër. Ka sigurisht që gjithë aty gabim po. Edhe në moment tjetër e kapa, ja rrite, ja bërë me dorë që vlla, ja bërë, domethënë ku kalon se ishim nga qinet pak të dy, ku kalon bë kujdes ti thashë, kupton? Hapi syt, ja bërë me dorë, më kujdes, por edhe veprimi, domethënë ça ty parte pjesën e syve dukesh që ishte i vogël, edhe mosh. Më bëri çka ke, kupton? Se sensin okay, thashë, që vazhdo. Që pashi ishte i papjekur, është dikush që ti nuk mund të flasësh dot. Do thënë që po ndalohet, domethënë do zije, do bënim diçka që ne tani po japim shilla, hapësirë vetes që domethënë nuk i kam si shprehiun, nuk kemi zënë gjimnaz. Kupton, kur ishim adoleshentë, kupton, jo mozimi tani që jemi të pjekur, kështu që nuk e ç'a bën, domethënë duhet po morë motor duhet ta kuptosh që ka noset rreziku edhe ke persona të tillë rrugë që janë të përditshëm. Domethënë që i them njerëzve që o mbaj motorin e qetësou ose shite më, se do zihesh për ditë. Kupton, kështu që edhe unë kam saputur. Po. Do bëj një ulje. Kaq ishe dhe stërvitja. Nuk besoj se ishe në gjë e lodhshme dhe për këtë. Jo, se ma zbute. Se e di që lidhe me rutinën time të kohëve të fundit, kështu që normalisht majti këtij ku ka hap sallonin për herë të parë, një ndër komentet që un kam bërë ka qenë zoti na lindi, po ti na bëre të bukur, diçka në të dhja. Ishte e veçantë dhe mbaj mend se s'është gjë që harrohet, se ka qenë komenti, mos them nuk ishte një komenti i parë në Google. Jo, review-ja e parë kam bërë, po nuk ka qenë kjo, ka qenë pra se mbaj mend si fjali se ti ke bërë review-n e parë. Story te komenti i parë të diçka e tillë kështu. Ti ke bërë review-n e parë, kështu që prandaj për personat që do shohin këtë video ku mund të ndjekin dhe ku e ke sallonin. Salloni ndodhet te Komuna Parisit, përballë klinikës mjekësore Komuna Parisit, ose siç e din shumica Ola Fast. Okej, Ola Fast e njohin që të gjithë. Domethënë është pjesa që është fast food, po që të gjithë e njohin kështu. Si quhet salloni? Mikael Kac quhet salloni. Okej, dhe për edhe rrjetet jeni sociale? të mirëpritur gjithmonë dhe në Instagram Mikael Kac me vizë poshtë para dhe në fund. Ka Mikael Kac. Dhe dua t'ju uroj gjithëve si për pjesën e fitnessit,
edhe për pjesën e motorit, siç e folëm shumë në këtë temë, se është i pasion që edhe unë dhe Dion që e ndajmë bashkë, po edhe pjesën e dikujt të çdo lloj fushë, çdo lloj profesioni, domethënë që çdo gjë nis nga zero edhe etapa duhet marrë shkallë. Se po marrë ashensorin ti nuk e shijon procesin, se nuk është çështja ku ti do arrish, po është çështja që ti shijosh rrugën, si te pjesa profesionit tim, si te profesioni Dionxhës, edhe si te udhtimi me motor. Unë kur bëj një udhtim me motor, unë shijoj më tepër procesin e rrugës. Shijoj rrugën sesa nuk më ndërshon poshtë destinacionin. Si shkuam rast konkret që shkuam me çunat me pushime, domethënë që i thash ikin ku doni, thonë di që do shkoj. Pa do ta qej rrugën saktë. Domethënë më ndalon e shefi, se ma vashi momente të shpejti, moment ndalon prap, domethënë mundohesh shikon peizazhin, domethënë që çdo gjë domethënë thjesht shijo procesin, se ne harrojmë të shijojmë tashmen kur jetojmë me mendimet e shkuarës, edhe jetojmë se si do jemi në të ardhmen dhe harrojmë të shijojmë tashmen dhe pastaj themi sa shpejt ikën koha. Domethënë çdo gjë është relative, kështu që thonë siç të enjoy your ride, enjoy your own life, kështu që çdo person ka procesin e vet, ka etapat e veta, domethënë kështu që do marrë çdo person kohën e vet. Se herët avon domethënë do gjesh veten, edhe ta gjesh veten nuk është në sensin që çfarë profesioni do është ti, asun nuk e di që do bësh berber prapë. Është diçka që ti është vendimarrje. Që ti merr një vendim edhe tu do ndjek këtë proces, më kupton, do çdo gjë. Kështu që merrni vendime sa më të mira dhe ndiqni instinktin më shumë se, domethënë, nuk ka vendime të mira të gabuara. Thjesht nuk ka përqendrim edhe vendosmëri. Okej. Domethënë konsistencë. Siç ti e di e kam bërë edhe te Gryzyliku që rikujtoj si reminder veten, consistency is the key. Kështu që domethënë çdo gjë është konsistent, si në jetë, si në pasion, si në dashuri, si në familje, si çdo gjë. Po bëri një gjë në përditshmëri, ty të lind dhe pasioni dhe dëshira me e bërë atë dhe më tepër le të themi dhe ti e meriton frytet e saj. Kështu që nuk ka asgjë të shpejt. Puna është shpejt. Ishte mbyllje bukur, Mari. Ishte kënaqësi. Po, edhe për mua miku, mos harroj Michael Phelps, edhe shihemi te salloni.